kam bërë disa puntata me adolescent. Dhe do thoja vetëm kaq. Aty jam hyrë thellit. Duke i lënë të lirë fare thonë mendimet e tyre. Një nga themelet që nxjerr si problem aty është nuk kemi connection me prindrit. Do më thënë, është një gjenerat që nuk e kuptojnë dot, ne nuk e kuptojmë dot. Kështu që po i them pa ndonjë rezervë njerëzve. Shifini ato puntata dhe prindit të reflektojnë, sepse aty flasin shumë lirshëm. Flasin pa kompleks, pa dorachka, dhe ato kanë nxjerr probleme shumë nga prindit dhe kishin të drejtë. Kanë shumë gjëra që kanë drejtë. Unë ka ditë them që prindit duke qenë më të formuar, duhet jenë jo aq të bindur se i kanë të drejta çdo gjë që mendojnë. Okej, Albana. Mendoj që mentura është moment për këdo, edhe nëse ja dalin të njohin edhe të shijojnë 100%. Kundra momentumit që tha Erioni me bukë me domate për shembull. Nëse ja dalin të shijojnë 100% veten, në të gjithë formën që ata janë dhe vendosin të jenë, ardhmja e tyre do të jetë shumë herë më e sigurt se ata që sforcohen pa motive të nda. Dikush që e gjen të bukurën tek ai që është në moment edhe me mundësitë që ka edhe në formën kreative dhe vendos të gjithë qenien e tij në qëllimin për ta shijuar, jetën do ta ketë të garantuar shumë të mirë. Edhe do bëj zgjedhje më të mira. Brezi rrjedha. O Gazi, mos e ndërprit Beliozën tani se do kërkojmë mbrojtje kështu televizive. Mbrojtje gjykata. Është riktheuni, është vijimi i Albanës. Në fakt, riktheuni tek potenciali njerëzor, tek emocionet e bukura njerëzore, sepse marketingu është makut. Dhe keni për të zbuluar mrekullinë e jetës. Dorelano. Që ishte reklame pa kërkuar, nuk ma la mua. Nuk ma la mua, e dite që do të thosha unë. E dite që do të thosha unë në fund që zgjidhja e këtij problemi është Dorelani, e tha vetë ajo. Pra zgjidhja e problemi vërtet Dorelani. Geniale. Jo, se shkojnë pa me mund. Mos me ta marr mendja fare. Ja dëgjoje, se do ta them tani, nuk ka rëndësi me ç'a makine shkon në fest. Rëndësi ka në qatë dysheku do flesh pas festës. Kjo është me rëndësishme. Ky është mesazhi. Dorelan pra.